Pse të vjen për të qeshur, Alba? Më vjen për qesh sepse për ditën kam një respekt shumë të madh, edhe si përkundrazi që kemi këta sulme tona që realisht i ndjejmë, prap them brenda e duam shumë njëri tjetrin dhe ndërkohë që u flas ti prap qesh. Dhe tani Bian e cektova shumë mirë që dëshiron ta përdor për viralitet, ndërsa me Beni për çështje motorlloku, domethënë që është një ditë që i përkrah femrat dhe të dëshmoj para Benitës, para të gjithëve banorëve këtu dhe publikut, që është një person që përkrah femrat. Dhe mbron. A je sigur që e ke menu qashtu? Po, tani ishte Sasa që u hodh që e keq interpretoj në homoseksualitet, dhe ajo që më shqetëson mua është tani. Pse diti u tensionua kur u përmend çështja e homoseksualitetit? Po e pse po kesh, moj? Dy pyetjet e mia këtu janë. Jo, nuk është për me kesh, normal. Këto janë pyetje ku ndrejt Arditit, po? Dy pyetjet e mia janë, a ka diçka që fsheh diti apo ka diçka kundër homoseksualitetit? Jo, tash është... Pyetje është, apo ke diçka kundër përderisa u tensionove? Edhe pyetjet ta ka bërë eksakt që shkon interpretohet. Ose ofendon se ke diçka që fsheh? Prit pak dalim tash te kjo, do t'i bim pika të shkurta, ajo... Pret veç pak.